Në gjyq që në vitin 1994 historia e 79 vjeçarit që u plak dyerve të gjykatave. Sadedin Zeqo nga Orikumi i Vlorës është një ndër hallexhinj të shumt në qytetin bregdetar që prej dekadash nuk po gjen zgjidhje në pronën e tij në Orikum. Dhe ku tjetër, përveç se dyerve të gjykatës së Vlorës, mund ta gjesh 79 vjeçarin, sikur të mos mjaftonte konflikti për pronën, ai prej vitesh nuk po korrigjon dot as gabimet e bëra nga vetë gjykata, kam që nga viti 94 deri më sot nuk po zgjidh çështjen e pronave dhe kjo për ndreqje gabimesh të gjyqtarit që vë dorë në dosje gjyqtari dhe deformon dosjen. Më mungon e gjithë dosja, po bëj që në 2019 që është gabim nuk është gjykuar dhe nuk gjende dosja që në 94 më shumë se 30 vjet. Në mënyrë të përmbledhur, 79 vjeçari tregoi edhe llojin e konfliktit. Pala kufitare bëri gjyqin pa dëshmitar. Është dosja aty në këtë gjykim të palës kufitare. Në mbledhje vendimi i gjyqit nxjerr nga Gjenovefa Gaba ka gabim 8 hektar. Në mbledhje e ka vendimi i gjyqit dhe ata kanë tapinë e tyre, se e kam hetuar unë dhe tapia e tyre ka në 3 dokumenta del 130 hektar, gjykata u jep 32 hektar. Në fund, kur e pyet se si e mendon zgjidhjen e këtij konflikti, që nuk po zgjidhet prej më shumë se 3 dekadash, Zeqo të përgjigjet me një tjetër pyetje retorike. Të vjedhë 17 hektar në Orikum, ta ligjërosh në komisionin e pronave se janë të lidhura zinxhir këto, e kupton prokuroria, gjykata, pushtet, tek zyrat e bashkisë deri në kadastër, ore ku i shpije mushka këta njerëz, të vjedhë 17 hektar dhe ta ligjërosh e të kërkosh edhe leje ndërtimore. Vlora vazhdon të mbetet një prej qyteteve, jo vetëm me volumin më të lartë të dosjeve, vetë pronave, por edhe me numrin më të lartë të abuzimeve nga vetë institucionet shtetërore.